sot më shumë se kur është e rëndësishme që t'i mbështesim mësuesit tanë dhe të krijojmë kushte më të mira për zhvillimin e arsimit. Sot, me respekt të thellë, nderojmë jo vetëm ata që janë aktiv në sistemin arsimor, por edhe mësuesit që pas dekada shërbimi dalin në penzion, duke lënë një trashëgimi të çmuar për brezat e ardhshme. Kontributi i tyre është shumë i çmuar dhe i pazavencueshëm. Në këtë kontekst, sot shpallim 51 vendime të reja në arsim, një hap i rëndësishëm për të garantuar një sistem arsimor më të fortë, më të organizuar dhe më të qëndrueshëm në komunën e Çajirit. Këto vendime nuk janë thjesht numra, por investime të drejtpërdrejta në cilësinë e arsimit dhe të ardhmen e të rinjve tanë. Krijimi i vendeve të reja në arsim ka një ndikim të shumëfishtë. Sigurojmë më shumë resurse njerëzore për institucionet tona arsimore, duke përmirësuar raportin mësues-nxënës dhe cilësinë e mësimdhënies. Krijojmë stabilitet profesional për arsimtarët, duke u dhënë atyre mundësi të kontribuojnë në një sistem të qartë dhe të strukturuar. Ndihmojmë në përmirësimin e kushteve të punës për mësuesit dhe nxënësit, duke krijuar një mjedis arsimor më efikas dhe më të motivuar. Reflektojmë përkushtimin tonë ndaj zhvillimit të arsimit si një nga shtyllat kryesore të komunitetit tonë. Ky është vetëm një hap në rrugën e gjatë që kemi përpara për të ndërtuar një sistem arsimor modern dhe efikas në Çajir.